Merr fund zvarritja e procesit pas 7 muajsh, gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dërgon për gjykim dosjen e njohur Partizani, duke dërguar kështu në përballje frontale me drejtsinë Sali Berishën dhe dhëndrin e tij për aferën 5.4 milion euro. Ndaj kryeministrit Berisha rëndon akuza për korrupsion pasiv, e për të është në fuqi masa e sigurisë detyrim paraqitje. Ndërkohë për dhëndrin e tij Amarbër Maltezi, i cili ndodhet prej shumë kohësh në masën e sigurisë arrest shtëpie, rëndojnë 2 akuza, korrupsion pasiv dhe pastrim parash. Bankën e akuzuarve janë edhe biznesmeni Fatmir Bektashi, ortaku i maltezit Xhimi Begeja dhe financierja e kompanisë Homplan Andja Pustina. Vendimi u mor sot në gjykatën e posaçme nga gjyqtarja Fiorella Davidi, duke i hapur kështu rrugën gjykimit të tyre për aferën korruptive ku u ndërtuan 19 kulla në truallin e ish-klubit sportiv Partizani, me përfitues direkt dhëndrin e ish-kryeministrit. Avokatët e të pandehurve tentuan sërish sot për ta shtyrë seancën duke kërkuar pavlefshmëri të vendimeve të gjyqtares Irena Gjoka, por kjo kërkesë u rrëzua nga gjyqtarja Davidi. Asnjë nga të pandehurit nuk ka kërkuar gjykim të shkurtuar. Gjykimi ndaj ish-kryeministrit Berisha do të bëhet në themel me procedurë të zakonshme. Kjo u pohua sot nga avokati i tij Genc Gjokutaj, i cili në një deklaratë për mediat e cilësoi vendimin e sotëm të gjykatës së posaçme si të diktuar nga Edi Rama. Kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Ilirian Celibashi bëri sot bilancin e procesit zgjedhor që është thuajse në fund. Në një dalje të posaçme për mediat nga Parku Olimpik aty ku vijon numërimi i votave të diasporës, Celibashi deklaroi se kanë mbetur ende 50.000 fletë votimi për të numëruar. Ndërkohë sipas tij nga 201.000 zarfe me fletët e votimit të dorëzuara nga DL, 199.824 janë të vlefshme, ndërsa 1.971 fletë votimi janë të pavlefshme. Procesi i numërimit të votave të diasporës për kandidatët në listat e hapura ka përfunduar vetëm në 3 qarqe, Kukës, Dibër dhe Shkodër, ndërkohë që vijon në qarqet e mbetura praktikisht në Berat, Durrës, Elbasan, Fier, Gjirokastër, Korçë, Lezhë, Tiranë, Vlorë. Ndërkohë në Tiranë, gara avion tjetë e fortë mes Olta Xhaçkës dhe Blerina Gjulametit, si edhe mes Ronaldo Rakipit dhe Xhemal Qefalis. Ndërkohë e njëjta situatë duket se është edhe në disa qarqe të tjera të vendit, ku gara në listën e hapur nuk e ka vendosur ende fituesin final të saj. Ndërkohë nga ana tjetër, për zgjedhjet parlamentare të 11 majit, Partia Demokratike ka depozituar një kërkesë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për të zhvilluar një audit të pavarur dhe automatikisht kjo do të thotë të mos shpallet asnjë rezultat zyrtar për 11 majin. Nuk dihet se çfarë vendimi do të marrë KQZ mbi kërkesën e Partisë Demokratike. Pas fitores së thellë në zgjedhjet parlamentare të 11 majit me 83 mandate, Bashkimi Evropian ka një apel për Partinë Socialiste dhe Edi Ramën, duke thënë se qeveria tashmë duhet të zbatojë reformat pasi tani nuk ka më se kujt ja hedh fajin për to. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë Silvio Gonzato, kur komentoi zgjedhjet dhe rezultatin e tyre, u pyet se çfarë do thotë një fitore e tillë për Shqipërinë. Mirë po, për këtë pjesë delikate nuk preferoi të përgjigjej, duke thënë se nuk i takon atij ta jap këtë përgjigje. Nuk më takon mua të bëj komente, por me këtë mandat të fortë, qeveria duhet të zbatojë ato reforma për cilat është angazhuar dhe nuk ka kujt ja hedh fajin. Për shpejtimi e këtyre reformave është i rëndësishëm, por kjo nuk duhet të ecë në kurrizë të transparencës apo gjithëpërfshirjes. Të gjithë duhet të kenë mundësinë të japin këndvështrimet e tyre për mënyrën se si zbatohen standardet e Bashkimit Evropian. Shqipëria është angazhuar tërësisht që të bëhet antar i Bashkimit Evropian, dhe që të bëhesh duhet të respektosh disa vlera e parime. Unë do të flas kur të mendoj që disa reforma nuk po ecin siç duhet. Këtë votë e shoh edhe si mesazh që shqiptarët duan të integrohen në Bashkimin Evropian, thot Gonzato. Sipas tij, bëhesh rezultat e zgjedhjeve si diçka pozitive, si sinjal që edhe atyre u duhet për të mbajtur premtimet kundrejt Shqipërisë. Në fakt, kjo është shiqare, koment i Bashkimit Evropian mbi rezultatin, edhe pse vet Gonzato thotë se nuk pranon ta komentojë atë. Ai e thot troç se ky ishte mesazhi shqiptarëve për t'u integruar në Bashkimin Evropian, duke legjitimuar në këtë mënyrë kauzën e Edi Ramës. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha u paraqit sot në prokurorin e posaçme në zbatim të masës së sigurisë detyrim paraqitje. Berisha vazhdoi aty ku e kishte lënë sulmin ndaj Altin Dumanit, këtë herë duke e quajtur shërbëtor të Ulsimanjës dhe Arben Rakipit. Ai la sërish një shënim me kritika siç bën sa herë shkon në prokurorin e posaçme. Në deklaratën për mediat Berisha u pyet për Lasivitan, strategun e fushatës së tij, por e shmangu përgjigjen nëse kishte komunikuar apo jo me të pas humbjes së thellë të 11 majit, duke e quajtur çështje private. Nga ana tjetër Berisha u pyet edhe për skandali në protestën e 16 majit ku të vetët sulmuan gazetarët në krye të detyrës. E këtë Berisha, pavarësisht se u mundua t'i tërheq veshin të tive, e tha me lezet se kanë qenë gazetarët ata që e kanë nxehur turmën. Po të sjellësh në kujtesë historinë e gjatë, kjo është mos e kuptueshme. Edhe sot Berisha vazhdoi me avazin e vjedhjes së zgjedhjeve dhe të mos mbajtjes së asnjë përgjegjësie, por gazetarët i bën edhe pyetjen e pikë sot Berishës se si deputeti më i vjetër a do ta çel seancën plenare të shtatorit. Berisha e mohoi kategorikisht, duke vijuar me argumentin e vjedhjes së zgjedhjeve.
Pas aksionit në Kavaj ku sekuestrua celulari i kryebashkiakut Elvis Roshi, si dhe ushtruan kontrolle në disa banesa Ravën, duket se ka Elbasani. Një njësi e posaçme e Byros Kombëtare të Hetimit mbriti sot në qytetin e Elbasanit me mbështetjen e policisë së këtij qarku, ku ushtruan kontrolle në një biznes privat, si edhe në 3 banesa. Ende nuk dihet se kush janë personat në shinjestrën e Spakut dhe të Byros Kombëtare të Hetimit. Kontrollet po kryen 7 ditë pasi procesi i votimit dhe numërimit është mbyllur në këtë qark, ku fituese me 10 mandate doli Partia Socialiste. Se nga hetimi i prokurorisë së posaçme gjatë ditës së sotme janë sekuestruar aparat telefonik, pajisje DVD dhe materiale të ndryshme. Edhe pse nuk ka një njoftim zyrtar, dyshohet se ky aksion mund të ketë lidhje me rastin e kandidates më të votuar socialiste në këtë qark, Sara Mila, e cila ashtu siç ka denoncuar Partia Demokratike dhe Sali Berisha, mund të jetë mbështetur nga krimi i organizuar. Pasi morën mandatin e 4, tani do i hynë me themeli drejtësisë ta bëjnë siç dëshirojnë ata. E kemi fjalën për super majorancën. Ministri i Drejtësisë Ulsi Manja prezantoi sot në Prokurorinë e Përgjithshme rekomandimet e qeverisë në luftën kundër krimit. Në qendër të prezantimit ishin 8 shtylla kryesore, të cilat sipas Manjës synojnë rritjen e efektivitetit të sistemit të drejtësisë penale, bashkëpunimin ndërinstitucional dhe respektimin e të drejtave të njerëzit. Mes të tjerëve në krye të kësaj tryeze ishte edhe kreu i Spakut Altin Dumani, i cili arrëzoi propagandën kësaj qeverie, por edhe i vuri kufirin tek thana, i thon kësaj Altin Dumani u përplas me Ministrinë e Drejtësisë Ulsi Manja pas propozimit nga Këshilli i Ministrave për ngritjen e një strukture të re për kontrollin e Spakut. Dumani u shpreh se prokuroria e posaçme është tashmë subjekti mbikëqyrjes nga KLP dhe ILD. Ai theksoi se krijimi i këtyre strukturave të reja të vlerësimit do të rrezikonte të sillte një mbingarkesë burokratike. Një rekomandim që shoh megjithse në vlerësimin e institucionit tonë nuk ka të bëjë me prioritetet dhe luftën kundër kriminalitetit, por është ajo që ju e thoni në rekomandimet tuaja, nevojë për respektim të mekanizmave ekzistues të kontrollit. Rekomandohet forcimi i mekanizmave të brendshëm të kontrollit. Spak tashmë subjekti mbikëqyrjes nga KLP e ILD, krijimi i strukturave të reja të vlerësimit dhe integriteti pa analizë mekanizmave ekzistues rrezikon të sjellë një mbingarkesë burokratike, thekson Dumani. Më tej ky fundi deklaroi se rekomandimet e ardhura nga qeveria dhe institucione të tjera për luftën ndaj krimit po gjejnë zbatim në punën e institucionit që ai drejton. Mirpo kryeprokurori Olsian Çela ishte më i sinqerti nga të gjithë me sa duket në këtë tryezë, kur tha se nuk i bëjnë dot këto punë që kërkohen sepse nuk kanë njerëz e thjesht fare. Presidenti i Republikës Bajram Begaj priti sot në një takim kursin e lartë të sigurisë dhe mbrojtjes, ku janë pjesë ushtarak nga forcat e armatosura të Republikës së Shqipërisë, Turqisë, Italisë, Hungarisë, Kroacisë dhe Kosovës, si edhe përfaqësues nga institucionet e sigurisë kombëtare. Presidenti Begaj vlerëson kursin e lartë për studime të sigurisë dhe mbrojtjes për qëllimin që ai ka për te natyrës akademike, siç është forcimi i marrëdhënieve mes ushtarakëve nga vende të ndryshme të NATO-s dhe atyre partnerë që i shërbejnë fuqizimit të lidhjeve të vendeve të cilave u përkasin, duke folur për zhvillimet gjeostrategjike dhe sfidat e paqes së sigurisë. Presidenti Begaj theksoi rëndësinë e rritjes së investimeve në fushën e mbrojtjes. Institucionet shqiptare janë të angazhuara për të vijuar me rritjen e shpenzimeve në mbrojtje, u shpreh presidenti. Kreu i shtetit i njohu këta studentë dhe me politikat e Shqipërisë në rajon dhe në arenën ndërkombëtare, të bazuara në bashkëpunim, marrëdhënie dy dhe shumë palëshe, si edhe në forcimin e miqësisë. Gjykata e apelit ka liruar nga qelia ish kryebashkiakun e Kukësit Safet Gjitsi. Ai u dënua për shpërdorim detyre pas skandalit seksual në zyrën e tij. Gjitsit i kanë mbetur edhe rreth 8 muaj vuajtje dënimi, por është vendosur të lirohet duke u lënë në arrest shtëpie. Për shkak të gjendjes shëndetësore të rënduar. Mbrojtja e Gjitsit kishte dorëzuar më herët 2 herë kërkesë në gjykatën e Elbasanit për lirim me kusht. Sipas mbrojtjes, ish kryebashkiaku i Kukësit vuan nga probleme të sistemit kardiovaskular, zmadhim të aortës dhe diabet të formës së rënduar. Avokati i tij thotë se këto problematika Gjitsi i ka vuajtur edhe më herët, por gjendja e rënduar psikologjike në burg ka rënduar edhe më tej gjendjen e tij shëndetësore. Apeli i gjykatës së posaçme ka lënë në fuqi vendimin e shkallës së parë për autorët e atentatit ndaj Enes Hajrullahs dhe Ervis Matodashajt në Vlorë. Shkalla e parë vendosi që Leonard Luzi të dënohet me 11 vite burg, duke përfshirë dhe gjykimin e shkurtuar që redukton dënimin në 7 vite e 4 muaj burg, ndërsa për të penduarin e drejtësisë Amarildo Nikolli dha dënimin me 7 vite e 4 muaj burg, por verdikti final shkon në 2 vite e 9 muaj burg. Atentatin ndaj Ervis Matodashajt dhe Enes Hajrullahs dështoi sepse në muajin gusht të vitit 2023, në lagjen u ftohtë në Vlorë, policia ka ndaluar për kontroll vrasësin me pagesë Amarildo Nikolli dhe i ka gjetur armët me të cilat do të kryente krimin. Pikërisht atë ditë, më 7 gusht, Nikolli ishte gati për të vrarë Ervis Matodashajt dhe Enes Hajrullahs. Atij u gjetën një arsenal armësh, më konkretisht një pistolet me një silenciator dhe karikator të mbushur me 14 fishek, si edhe një fishek i futur në folen e qytjes.
Propagandën e qeverisë së Edi Ramës e rrëzon edhe një herë tjetër Eurostat me shifra. Në raportin e fundit, Eurostat thotë se Shqipëria kryesoi Europën për nivelin e lartë të popullsisë, rreth 42%, që është në rrezik për të qenë e varfër pasi vuan nga një formë e rënde e përjashtimit social në vitin 2024. Të dhënat referojnë se më shumë se 1 milion shqiptar vuajnë nga një formë e rënde varfërisë. Për vitin 2024, Çekia, Slovenia dhe Holanda kishin përqindjen më të ulët të popullsisë në rrezik varfërie dhe në anën tjetër Shqipëria, Rumania dhe Turqia kishin përqindjet më të larta. Të 1 milion shqiptarët jetojnë në familje që nuk mund të përballojnë të paktën 7 nga 13 kategoritë e privimit. Në nivel familje konsiderohen vështirësi vonesat në pagesat e kredisë ose të qiras për banesën kryesore, shpenzimet për shërbimet bazë, blerjet me koste ose pagesat të tjera të kredive të marra, pamundësia për të përballuar shpenzimet për pushimet vjetore një javë larg nga shtëpia, pamundësia për të përballuar një shpenzim të paparashikuar financiar në vlerën e 30.000 lekëve të reja e të tjerë. Nuk ka ende tym të bardhë nga Kosova, dështon edhe tentativa e 18 për konstituimin e kuvendit. Lëvizja Vetëvendosje mban kandidaturën e Albulena Axhiut, edhe pse kjo e fundit nuk merr vota për t'u zgjedhur si kryeparlamentare, pasi opozita ka deklaruar që nuk do ta votojë kurrë pasi e konsiderojnë kandidaturë përçarëse. Nga ana tjetër edhe konsultimet e presidentes Osmani me partitë nuk kanë prodhuar asnjë rezultat. Duket se gjithçka do t'i lihet në dorë gjykatës kushtetuese, ndërsa edhe mosformimi i qeverisë nga Albin Kurti dhe Lëvizja Vetëvendosje çon vendin gjithmonë më shumë afër zgjedhjeve të parakohshme të pashmangshme. Ndërkohë Bashkimi Evropian nga ana tjetër bën thirrje të vazhdueshme për zgjidhjen e ngërçit pa humbur kohë. Kandidati pro-europian Miku Zordan fiton zgjedhjet në Rumani. Ai merr balotazhin e presidencialeve të cilësuara vendimtare për Rumaninë me 54% të votave. Ndryshe nga Katrahura në vendin ton, aty kundërshtari e njeh dhe e pranon direkt humbjen. Radikali i djathtë Gjorgj Simion pranon humbjen. Dëshiroj të përgëzoj kundërshtarin tim. Ai fitoi zgjedhjet dhe ky ishte vullneti i popullit rumun, thotë ai. Simion mori rreth 46% të votave në balotazhin e zgjedhjeve të së dielës. Nga ana tjetër kryebashkiaku i pavarur i mori thuajse 54% të votave, ku gjatë fushatës zgjedhore u zotua se do të luftonte korrupsionin dhe do të mbante Rumaninë në Europë. Një urim për presidentin e ri rumun ka shkuar edhe nga presidenti shqiptar Bajram Begaj. Urime Niku Zordan për zgjedhjen tuaj si presidenti i Rumanisë. Shqipëria dhe Rumania gëzojnë marrëdhënie shumë të mira e miqësore. Pres me kënaqësi të punojmë së bashku për forcimin e mëtejshëm të tyre në dobi të popujve tan miq, shpreh presidenti shqiptar. Vetë u larguan, por tani duan të rikthehen. Ne kemi fjalën për Britaninë e Madhe në Bashkimin Evropian. Britania dhe BE ditën e sotme u bën pjesë e një samiti të rëndësishëm në Londër 5 vite nga Brexit. Samiti i cili synonte themelet për një marrëdhënie më të ngushtë dypalshe, veçanërisht në fushën e mbrojtjes. Kryeministri britanik Keir Starmer, i cili pas zgjedhjes së tij në muajin korrik u zotua të rifuste bashkëpunimin me Bashkimin Evropian, mirëpriti sot presidenten e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dhe presidentin e Këshillit Evropian Antonio Costa. Ky samit është një mundësi për kryeministrin britanik që të ndërmarrë hapa konkret për të afruar vendin e tij me Brukselin. Mirëpo që nga koha e Brexitit situata ka ndryshuar pas pushtimit të Ukrainës nga Rusia dhe rrezikut të shkëputjes së shubave nga Europa, duke detyruar Londrën dhe Brukselin të riforcojnë lidhjen mes tyre, sidomos në sektorin e sigurisë. Papa Leoni XIV zhvilloi një takim privat me zëvendës presidentin amerikan J.D. Vance dhe sekretarin e shtetit Marco Rubio, vetëm një ditë pas ceremonisë së inaugurimit të tij në Selin e Shenjtë të Vatikanit. Me anë të një deklarate nga Selia e Shenjtë, thuhet se të dyja palët kanë shprehur kënaqësi me marrëdhëniet midis SHBA-ve dhe Vatikanit. Në këtë takim u diskutua mbi lirinë fetare dhe bashkëpunimin midis kishës dhe shtetit. Pati një shkëmbim pikpamje mbi çështjet aktuale ndërkombëtare me një thirrje të përbashkët për respektimin e ligjit humanitar dhe ndërkombëtar në zonat e konfliktit, si edhe mbështetje për zgjidhjet negociuara midis palëve të përfshira, thuhet në këtë deklaratë. Ky takim ka zgjatur rreth 45 minuta dhe është zhvilluar me dyert mbyllura pa praninë e gazetarëve. Shkodra elektronike e Beatrice Gjergjit dhe kolacajt që përfaqësuan Shqipërinë në Eurovision 2025 kanë bërë reagimin e tyre të parë, edhe pse nuk e arritën objektivin e shumë dëshiruar. Ata thonë se qëllimi i tyre ishte të fitonin zemrat e publikut dhe për këtë ja dolën. Mirëpo duket se nga dita në ditë prapa skena të fshehta po dalin nga kompeticioni europian i këngës. Së fundi Spanja kërkon hetimin e votave për Eurovision, pasi thotë se nuk i kanë dhënë 12 pikë Izraelit. Është gazeta prestigjioze spanjolle El País që shkruan
se është kërkuar një audit nga organizata përgjegjëse për Eurovision për të hetuar televotimin e Spanjës, i cili i dha rezultatin më të lartë me 12 pikë përfaqësuese së Izraelit. Në votimin profesional, juria spanjolle nuk i dha asnjë pikë përfaqësuesit të Izraelit, në një dallim drastik nga rezultati maksimal i dhënë në televotim. Mbetet për tu parë se çfarë do të prodhojë ky audit.